Thirrja e profetit Ibrahim a.s. për haxh. Kur Ibrahimi a.s. përfundoi ndërtimin e Qabes, Allahu, më i larti, e urdhëroi atë të thërriste njerëzit për haxh. Ibrahimi ju lut: O Allah, si mundet zëri im të arrijë gjithë këta njerëz? Allahu, më i larti, i tha se detyra e tij ishte vetëm të bënte thirrjen dhe i përkiste Allahut që ta bënte thirrjen e tij të arrinte njerëzit. Atëherë Ibrahimi a.s. u ngjit në malin e Arafatit dhe bërtiti me gjithë forcën e zërit të tij: O njerëz, me të vërtetë Allahu ka urdhëruar për ju haxhin, kështu që kryejeni haxhin. Allahu shpalli në Kur'an: dhe thirr ndër njerëz për haxhin, se të vinë ty këmbësore dhe kalorës me deve të raskapitura që vinë prej rrugëve të largëta. Surja Haxh 28. Për këtë, çdo vit, miliona musliman vazhdojnë të përgjigjen thirrjes së profetit Ibrahim a.s. Amr ibn As radiallahu anhu transmeton: kur Islami hyri në zemrën time, shkova tek i dërguari i Allahut dhe i thash: më jep dorën tënde, kështu që të zotohem për besnikërinë ndaj teje. Profeti e zgjati dorën e tij, por unë e tërhoqa timen. Ai tha: çfarë nuk shkon o Amr? Unë i thash: dua të vendos një kusht. Dhe cili është ai? Tha ai. I thash: që Allahu të më falë mua. Atëherë i dërguari i Allahut tha: a nuk e di se Islami të fshin gjithë çfarë ke bërë më përpara, Hixhreti të fshin gjithë çfarë ke bërë më përpara, dhe haxhi të fshin gjithë çfarë ke bërë më përpara. Haxhi është shtylla e pestë mbi të cilin qëndron Islami. Allahu e bëri atë detyrim për çdo musliman të aftë, mashkull apo femër, për ta kryer atë së paku një herë në jetë. Kryerja e haxhit pastron gjithë mëkatet. Ebu Hurajra radiallahu anhu transmeton se profeti a.s. ka thënë: kushdo që e kryen haxhin dhe nuk kryen ndonjë rafath, gjë të turpshme, apo fusuk, shkelje, ai kthehet pa mëkate si ditën që e ka lindur nëna. Haxhi është një prej veprave më të larta që dikush mund të përmbushë gjatë jetës së tij. Ebu Hurajra transmeton se kur u pyet profeti a.s. cila është vepra më e mirë, ai ka thënë: besimi në Allah dhe në të dërguarin e tij, pastaj xhihadi për hir të Allahut dhe pastaj haxhi mabrur, një haxh i pranuar tek Allahu. Haxhi është xhihadi më i madh. Aisha radiallahu anha e ka pyetur profetin a.s. e shohim se xhihadi është vepra më e mirë, a nuk duhet që edhe ne gratë të bëjmë xhihad? Profeti a.s. i është përgjigjur: më shumë se xhihadi, më i mirë është një haxh i pranuar. Aisha më vonë thotë: asnjëherë nuk do të resh së kryeri haxh, pas kësaj që dëgjova nga i dërguari i Allahut. Duaja e haxhit do të pranohet. Profeti a.s. ka thënë: ushtarët në rrugën e Allahut, dikush që kryen haxhin dhe dikush që kryen umrën, të gjithë janë delegimi i Allahut. Ai i thërret ata dhe ata i përgjigjen. Ata e kërkojnë atë dhe ai do t'u sigurojë atyre çka ata i kërkuan. Nuk ka asnjë ditë që dielli të ketë dalë më i dashur tek Allahu se ditën e Arafatit. Profeti a.s. ka thënë: nuk ka asnjë ditë në të cilën Allahu liron më shumë prej robërve të tij nga zjarri se në ditën e Arafatit. Përsa i përket virtytit të haxhit, do të gjeni në shumë hadithe termin haxh mabrur. A e dini se çfarë do thotë mabrur? Do të thotë një haxh i pranuar. Një haxh mabrur është ai në të cilin Allahu nuk është kundërshtuar gjatë apo pas tij. Të tjerë kanë thënë se një haxh mabrur është haxh i pranuar dhe shenjë pranimit të tij është se personi do të kthehet në një gjendje më të mirë se atëherë kur ai erdhi dhe kur nuk do të vazhdojë të mëkatojë. Njëherë kam parë një grup haxhinsh me gjithë sendet e tyre personale. Të ngjitura në bluzat dhe kapelet e tyre shkruhej haxh mabrur. Më kujtua pasaj kur Ibn Umeri ishte në shtratin e tij të vdekjes dhe djali i tij kujtoi atij gjithë veprat e mira që ai kishte bërë me profetin a.s. dhe shokët. Ai tha atij: hesht, a nuk e di se kujt ia pranon Allahu? Në të vërtetë, Allahu pranon vetëm nga ata që kanë frikë Zotin. Me këtë shpirt, le të marshojmë drejt kërkimit të mëshirës së Allahut dhe faljes së tij për tek shtëpia e parë e Allahut, në Qabe. Haxhi u urdhërua në vitin e 9 pas Hixheretit, rreth vitit 631. Zoti thotë në Kur'an: aty ka shenja të qarta, vendi i Ibrahimit, dhe kush hyn në të, ai është i sigurt. Për hir të Allahut, vizita e shtëpisë Qabes është obligim për atë që ka mundësi udhëtimit e ajo, e kush nuk e beson, ai nuk e viziton. Allahu
nuk është i nevojshëm për ibadetin që e bëjnë njerëzit. Surja Ali Imran 97.